Përshëndetje të gjithëve. Sot kemi një shpjegim shumë të veçantë mbi një temë që na prek të gjithëve drejt për drejt këtu në komunitetin ton. Nuk do të humbasim kohë me hyrje të gjata apo agenda formale, sepse duhet të përqendrohemi menjëherë në një çështje urgjente. Një çështje që po ndodh pikërisht aty ku jetojmë. Është koha të hapim syt, të shohim se çfarë po ndodh vërtet në lagjet tona dhe më e rëndësishmja, të kuptojmë se si mund të bëhemi ne vetë ndryshimi i shumëpritur. Okej, le të zhytemi drejt për drejt në temë. Shikoni pak këtë citim. Për disa familje, një vakt i ngrohtë është luks, të godet thellë apo jo. Për shumicën prej nesh, të ulemi e të ham një vakt është thjesht një rutinë, është diçka krejtësisht normale që ndodh pa u menduar dy herë. Por kjo frazë na përplas me një realitet tepër të ashpër. Për disa nga fqinjet tanë, pikërisht në këtë moment, një vakt i ngrohtë mbetet një luks i popërballueshëm. Është një ndryshim jashtëzakonshëm perspektive kur e kuptojmë se ajo që për ne është e përditshme, për dikë tjetër fatkeqësisht mbetet thjesht një ëndër. Kjo na çon te pjesa e parë. Realiteti i pasigurisë ushqimore. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante, dhe të them të drejtën mjaft tragjike këtu, është ky paradoks i heshtur që ndodh në oborret tona. Ne jetojmë me një shpejtësi të madhe dhe shpesh nuk e vëmë re. Nga njëra anë, kemi male të tëra me ushqim krejtësisht mirë që përfundon në koshat e plerave çdo ditë. Ndërsa nga ana tjetër, familje të tëra vendase, ndoshta po ata njerëz që përshëndesim në rrugë çdo mëngjes, po përballen me një uri dhe vështirësi ekonomike të tejskajshme. Dhe dëgjoni, kjo nuk është një krizë abstrakte diku larg në anën tjetër të botës, po ndodh këtu. Kjo tregon një jo efikasitet masiv në sistemin ton. Por lajmi i mirë zbulon gjithashtu një problem që ne mund ta rregullojmë shumë lehtë nëse bëhemi bashkë. Dhe këtu vjen në skenë pjesa e dytë e shpjegimit ton, roli i bankave ushqimore. Përballë atij paradoksit që sapo folëm, ne kemi nevojë për një urë lidhëse, dhe bankat ushqimore janë pikërisht kjo. Koncepti është absolutisht briljant në atë thjeshtësinë e tij. Këto janë qendra apo organizata komunitare që bëjnë diçka thelbësore. Mbledhin, ruajnë dhe shpërndajnë ato ushqim te familjet që po kalojnë një moment të vështirë financiar. Ato shërben si një urë thelbësore, mes atij ushqimit të pashfrytzuar, që përndryshe do të ishte flakur, dhe atyre tryezave të zbrazta që kanë dëshpërimisht nevojë për të. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer atë që quhet efekti zinxhir, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për të numëruar kaloritë në një pjatë. Është fikse si të hedhësh një gur në një pellg me ujë. Rrathët vijnë duke u zgjeruar. Fillimisht një dhurim i vetëm sjell lehtësim të menjëhershëm dhe shpresë brenda një shtëpie. Më pas ky veprim i shton rrathët, krijon lidhje thelbësore mes nesh dhe e bashkon komunitetin përmes solidaritetit. E në fund e transformon atë aktin e thjeshtë të dhurimit në një simbol tepër të fuqishëm të kujdesit ton kolektiv. E dini, ky citim këtu e përmbledh thelbin si mos më mirë. Patriotizmi nuk është vetëm fjalë. Patriotizmi është të kujdesesh për njerëzit e vendit tënd. Duhet ta theksojmë me forcë këtë ide. Është një riformulim fantastik. Të flasësh pra të dashuri është e lehtë, por të shtrish dorën atij fqinjet që po vuan, ky është aplikimi i vërtet. Kjo nuk është thjesht bamirësi, është detyra jonë më e lartë qytetare. Kjo është masa e vërtet që tregon se çfarë lloji shoqërie jemi në të vërtetë. Le të ndryshojmë pak marsh dhe të kalojmë te pjesa e tretë, ndikimi në mjedis dhe ekonomi. Kjo pjesë është vërtet magjepse. Ndërkohë që ana njerëzore është jashtëzakonisht motivuese, le të jemi pragmatik për një moment. Kjo është dhe një lëvizje gjeniale për logjistikën tonë lokale. Duke krijuar partneritete me marketet, duke shpëtuar ushqimin e mbetur por të përdorshëm nga restorantet apo furrat e lagjes, ne po forcojmë drejt për drejt ekosistemin tonë. Diçka që për biznesin ishte thjesht një humbje ekonomike, kthehet sape mbyll syt në një fitore të madhe për nevojtarët. Ne reduktojmë plerat, mbrojmë mjedisin tonë të përbashkët dhe mbështesim ekonominë e komunitetit. Kjo vërteton qartë se dëmshuria është në fakt një strategji ekonomikisht shumë e zgjuar. Kalojmë te pika e katërt. Thyrja e miteve në komunitet. Le të shohim se si kjo ndihmon për të shembur disa pengesa të kota mendore. Tani, me gjithë këto përfitime, ka akoma njerëz që ngurojnë. Pse? Për shkak të disa miteve. Miti më pengues nga të gjithë është ai zëri i vogël që thotë, një dhurim i vogël nuk ka asnjë rëndësi. Po, realiteti e rrezon këtë iluzion totalisht. Edhe një bukë vetme, edhe një pako e thjeshtë me makarona, ka një peshë kolosale për atë familje që ka siltarët bosh. Ne duhet të kuptojmë diçka të rëndësishme, veprimet masive në një komunitet nuk vijnë nga një dorë vetme magjike. Ato ndërtohen nga qindra, ndoshta mijëra kontribute të vogla individuale të njerëzve të zakonshëm si ne. Pra, pika thelbësore këtu është të shkatërrojmë me rrënjë këtë mitin e dytë. Idenë dritë se nuk është problemi im. Realiteti e provon vazhdimisht. Një komunitet i fortë kujdeset për të gjithë. Ne mendojmë se jemi të izoluar, por e vërteta është që askush nuk është imunizuar nga krizat e papritura të jetës. Qëndrueshmëria e lagjes son varet kokë e këmbë nga fakti se sa e mbështesim njëri tjetrin.
Kur një antar i komunitetit vuan, e gjithë struktura e lagjes lëkundet. Të kujdesemi për njëri tjetrin është mburoja e vetme që e mban këtë komunitet në këmbë. E gjithë kjo na sjell tek thelbi vërtet i këtij shpjegimi, seksioni i 5, hapat për të ndihmuar. Në rregull, e kuptuam situatën. Po tani çfarë duhet bërë? Është shumë e thjeshtë dhe nuk kemi nevojë për tituj të rëndësishëm apo buxhete të frikshme për të nisur. Kemi 3 hapa thellësisht praktik për të bërë pjesë e zgjidhjes sot. Hapi i parë, thjesht dhuroni ushqime të thata me afat të gjatë skadenca. Hapi i dytë, mbështesni ato bamirësi dhe ato biznese lokale të lagjes që e mbështesin këtë kaos. Blini tek ata. Dhe hapi i tretë, organizoni nisma të vogla, qoftë edhe vetëm brenda shkallës pallatit, për të mbledhur ushqime dhe për t'i kaluar tek bankat ushqimore. E shihni, krijimi i një ndryshimi të jashtëzakonshëm është plotësisht brenda fuqisë sonë të përbashkët dhe mund ta fillojmë që këtë javë. Edhe ky slajd thekson fiks thelbin ton. Çdo kontribut ka vlerë, nuk ka dyshim për këtë. Mirësia e madhe, ajo që lugjurm, nuk kërkon akte heroike për të shkruar në libra, ajo fillon aty, thjesht duke ofruar një qese të vetme ushqimi. Por ajo qese e vetme ka fuqinë të ndezin shpresë gjigante në jetën e dikujt tjetër. Është prova reale që empatia jone thellë, kur bashkohet me pak vullnet, ka fuqinë e pakontestueshme për të ndryshuar një jetë, qoftë edhe sot. Për ta mbyllur këtë shpjegim mbi materialin ton burimor, mbetet kjo pyetje thellësisht provokuese që duhet të na shoqërojë të gjithëve. Si do të matet shoqëria jon? Nga sa pasuri kemi grumbulluar secili, apo nga se si jemi kujdesur për ata më të dobtit mes nesh? Ky nuk është thjesht një mendim kalimtar për t'u lexuar e për t'u harruar të nesërmen. Është një thirrje drejt për drejt për të mbajtur përgjegjësi për ato që ndodh në rrugët tona. Këtu fillon vërtet ndërtimi i një komuniteti të përbashkët, një vendi ku të gjithë veprojmë si fqinjë të vërtet, dhe ku me të vërtet askush nuk duhet shkojë të flejë uritur. Shpresoj me gjithë zemër që ky material të shërbejë si një shkëmbi për të parë vlerën e jashtëzakonshme që ka veprimi ynë i bashkuar. Faleminderit.